Një herë një kohë në një kopshtë të bukur, ishte një fare vogël, që jetonte në tokë. Kjo farë ishte e vogël, e butë dhe e pasigurt në vetvete. Kishte dëgjuar shumë histori nga bimet më të vjetra, se si ato u rritën në pemë të larta dhe lule shumë ngjyshe, por fara e vogël ndihej aq e vogël dhe e dobët. Një ditë, një erë e lehtë kaloi nëpër kopësht dhe fara dëgjoi një bisedë midis dy luleve. Një lule tha: "Unë kam qenë një farë e vogël, si ajo, dhe më shiko tani. Unë jam krenare për petalet e mia të ndritshme." Lulja tjetër shtoi: "Nuk ishte e lehtë edhe për mua. Më duhej të kaloja pa pastërtitë dhe të besoja se mund të rritesha, edhe kur nuk mund ta shija dritën." Fara e vogël mendoi me vete: "A mund të rritem si ato? A mund të bëhem edhe unë e bukur?" Por ishte e friksuar. Po sikur të mos mund të depërtonte në tokën e ashpër? Po sikur të mos bëhej diçka e bukur? Ditët kalonin dhe fara mbeti e varrosur në errësirë, e pasigurt se çfarë të bënte. Pa nga pak, fara filloi të ndjente diçka brenda. Ndieu një shkëndijë të vogël shprehëse. "Ndoshta mund ta provoj", mendoi fara. Fara filloi të shtyhej dhe të shtrihej, ishte vështirë dhe kishte momente kur I dukej sikur do dorëzohej, por vazhdoi. Ngadalë, fara e vogël shpërtheu në tokë dhe pa dritën e ngrohtë të diellit për herë të parë. Ndihej aq shumë krenare për veten. Me kalimin e ditëve, fara e vogël u rrit në një lule të bukur. Nuk ishte aq e madhe sa pemët, por gjithsesi ishte e veçantë. Lulja kuptoi se nuk kishte nevojë të ishte si dikush tjetër për të qenë e bukur. Kishte gjetur rrugën e vet dhe kishte besuar në vetvete, edhe kur ishte e friksuar. Dhe ja, ku ndodhej sot, e bukur dhe e lulëzuar.